publikimin e këtyre dosjeve në maj të këtij viti dhe para disa ditësh unë lexoj aty që ishin publikuar 40 dosje që kam mbledhur që nga 1945 deri tani materiale të vendosura që kanë qenë të klasifikuara për arsye të ndryshme. Dhe atje gjenden që ata që pan UFO-t për herë të parë kanë parë aeroplanet reaktiv ose kanë parë testimet e raketave e të tjera probleme. Aty spjegohen edhe shumë fenomene të tjera që në atë kohë nuk kuptoheshin, nuk janë spjeguar dhe janë përhapur si jashtëtoksor, por në fakt kanë qenë probleme të teknike të realizuara aty në terren. Dhe në direktivën e fundit thuhet që deri tani nuk ka asnjë të dhënë shkencore, flasim për të dhëna shkencore, asnjë të dhënë shkencore për ndonjë ekzistencë të jetës brenda sistemit diellor me përjashtim të tokës. Dhe nuk kemi asnjë, është dokument qeveritar ky. Dhe nuk kemi asnjë informacion nga të gjitha kërkimet që kemi bërë për ekzistencën e jetës diku këtu në sistemin diellor. Përderisa brenda sistemit diellor, sa janë mundësitë e shkencës sot, nuk vërtetohet ekzistenca e qenieve të gjalla, do të thotë që nuk ka të vërtetuar shkencërisht. Dhe tani, përse duhet justifikuar këto, të gjitha fenomenet që shifen, interpretohen ose përpunohen në forma të tilla sikur janë jashtëtoksore, ndahen në 3 ose 4 kategori. Një janë fenomene natyrore, që shumica njerëzve nuk i din, por shkenca i spjegon, nuk ka asnjë problem. Do me thënë, fillon që nga meteorët, rrufet sferike, format të ndryshme të rrufeve që ne dhe nuk i njohim, por shkenca i njeh, objekte të tjera që përdor njeriu për testim, sot. I që janë sekret. Po e që janë sekret. Pretendohet për një aeroplan me 6.000 km/h që po testohet. Tani ai ndonjëherë mund t'i duket si UFO. Se lëviz në mënyrë shumë të shpejtë. Shumë të shpejtë, ndryshon pozicionin e tjera. Pra, këto teori, fantazi e teori konspirative lidhen me probleme teknologjike, që janë pafund këto. Tjetër janë fenomene që lidhen me keq interpretimin e disa të dhënave. Për shembull, kamera të vendosura në avion apo në ashtu për qëllime studimore, për qëllime spionazhi e për efekte të tjera, në largësi të mëdha, dhe ato kërkojnë një rezolucion të madh, japin gabime. Domethënë, fotografohet një objekt, edhe anash tij del një objekt tjetër. Është pjesë e shëmullimit atij në kamerë. Do dhe me celular, jo më... Po, dhe domethënë, identifikimi dhe precizimi këtyre veprimeve kërkon specialistë shumë të zotë. Dhe në fillim, duke interpretuar fotografitë që janë bërë qoftë nga amatorët, qoftë edhe nga studio shkencore, ka patur gabime, keq interpretime të këtyre, dhe kjo ka çuar pastaj në rrjedhjen krimin e miteve, konspiracion. Kush është një konspiracion i madh që ekziston për jashtëtoksorët, për UFO-t? Besoj duhet të dëgjuar shumë. I tha disa në Shqipëri, po në nivel botror ka? Ka. Para disa vjetësh, ai sistemi Gallup ka bërë një studim në Amerikë dhe në disa vende të tjera. Instituti, po. Dhe bile në 2020 më duket atë 2021-shin, rreth 40% të intervistuarve nga ky institut pranojnë ekzistencën e UFO-ve. Dhe këta e spjegojnë.
Do me thënë, personat që besojnë tek UFO-t nuk kanë arsimin e mjaftueshëm, nuk kanë një arsim të mjaftueshëm për të kuptuar këto tregime. Një pjesë janë në efektin e drogës. Sepse në Amerikë, për shembull, pse është kaq e madhe kjo? Në Amerikë, në krahasim me Evropën, në vende të tjera përdoren një drogë e veçantë që quhet LSD-25. Po, ka shumë lloj drogash. Acidi lizergik. Ashtu nga pikpamja kimike, emërtimi kimik është acidi lizergik. Kjo është një drogë e veçantë, e prodhuar nga CIA për qëllimet e veta në vitin 1950 dhe tani ajo është në treg. Është marrë formula dhe prodhohet në treg. Qëllimi i kësaj është se ajo një sasi e vogël është 1000 herë më e fuqishme se kokaina dhe karakteristike e kësaj droge është që njeriu që ndodhet në psikozën e kësaj droge, shef UFO, bën udhëtime në kozmos dhe ndodhet gjithnjë në shoqërinë e jashtëtoksorëve. Ky studim është shkencor, është bërë me mijëra vullnetar. E ka bërë CIA të plotë dhe tani po deklasifikohet. Dhe në Amerikë kjo përdoret shumë. Kjo lloj droge. Kështu që dhe një pjesë e atyre fantazive të UFO-ve lidhet me përdorimin e LSD-25. Ajo Po bëj pak unë pjesën e konspiracionistit dhe diskutimit, po mos është kjo ai dimensioni i munguar i trurit njerëzor që e shtyn që të flasin vërtet me jashtëtoksorët? Jo, ata që bjen në psikozën e drogës, u duket atyre se ajo droga krijon këtë, është një drogë karakteristike që krijon këtë ide. Po mos është kjo droga që e çon trurin në një nivel tjetër që këta vërtet shikojnë atë që ne njerëzit normal nuk e shikojmë? Po e bëjnë konspiracionistë. Nuk ka asnjë gjë, ajo është thjesht një psikozë. Se si puna e Zotit, po. Janë disa teori për ta bërë pak edhe me pak humor, si puna e Zotit. Shikon milingona njeriu apo jo? Njeriu nuk e shikon milingona thon. Dhe njeriu e shikon dot Zotin, prandaj duhet një dimension psikologjik, jo psikologjik, po psiqik që ta shikosh. Mos ndoshta këtë drogat i bëjnë ta njerëz apo tani po të hymë në botën e drogave, drogat jo aty që ndrojmë larg, po stimulojnë disa qendra të trurit ku çrregullojnë veprimet normale. Dhe duke çrregulluar veprimet tani normale të sistemit nervor qendror, aty truri përpunon shef shumë gjëra të paqëna. Jo se shikojnë gjëra të qëna që nuk i shikojnë dot të tjerët. S'ka të bëj fare. Është një degenerimi i veprimtarisë së trurit. Dhe LSD-ja bën këtë, është karakteristike e kësaj, që të gjithë të vullnetarët që janë nështruar provave me LSD, të gjithë deklarojnë që takuan UFO, shkuan në Sirius apo në një element tjetër. Pra këta që thonë që na kanë marrë UFO-t, na kanë çuar. Po janë thjesht këta dalin që janë përdorus të LSD-s. Pra është karakteristike kjo, prandaj ka një përhapje të madhe në masën e popullit. Përveç asaj pjese, është një univers i tërë, është një kozmos i tërë, me planete, me yjesi e tjerë. Në sistemin diellor që ju thatë, pra ta serën pak opinionin publik si funksionon. Sistemi diellor është vetëm toka e banuar, apo ka edhe, ose përtej sistemi diellor mund të ketë edhe planetet tjera? Sepse logjika, nëse ka një planet siç është toka i banueshëm, mund të ketë një planet tjetër, ndoshta më larg, apo jo? Me logjik. Sistemi diellor është studiuar mirë e bukur. Ka filluar që në kohën e Kopernikut, 1600-ën, pavarësisht se nga lëndja kisha, kush fliste për realitet, digjeshin në turrën e druve, digjesh. Dhe sistemi diellor është i studiuar komplet në qosh mi qosh. Si është, si ndahet, në sa planetet ja thejmë pak njerëzve? Aty janë 9 planete që orbitojnë rreth këtij ylli që është dielli në qendër. Dielli është një yll mesatar. Pra, është një sistem diellor, që ne e quajmë sistemi diellor. Brenda këtij sistemi janë vendosur planetet sipas ligjeve të shpërndarjes masës
dhe në influencën e gravitacionit. Brenda këtij sistemi diellor ne nuk kemi takuar në një UFO, nuk ka ndonjë sinjal. Sepse që kur u hodhën satelitët e parë, u bën tentativa dhe u lëshuan në